Taksat e larta vendore I detyruan të ndërpresin për rreth 1 orë punën për të protestuar. Këta janë tregtarët e tregut industrial në Durrës. Ata kanë vetëm një kërkesë, të trajtohen si shitës ambulant dhe jo si biznes I vogël. Me këtë taksa që kemi për këtë vit, jemi ngarkuar gati 2 fish nga vitet e tjera. Sepse rrjedhin qete sigurime shoqërore që janë rritur nga 300.000 lek, janë vajtë 500.000 lek, taksa mbi të ardhurat që është shtuar 250.000 lek të vjetra, edhe taksa e bashkisë që 600.000 lek që kalojnë gati në 850.000 lek të reja për ne trajtojmë tamam si dyqanit që janë në rrugë. Siç pohojnë ata vetë, detyrimet që kanë për të paguar si dhe rënja e fuqisë blerëse po I çojnë drejt falimentimit. Do marrim ilaçe, do paguajmë drita, do paguajmë ujë, çfarë do bëjmë ne? Çfarë do bëjmë? Kush na I zi thall? Kur na kanë ardhur, na kanë thënë taksa zero na kanë thënë. Taksa zero të vinë këtu sot, na shikojnë. Ne jemi ambulantë, por ne që fillim fare kemi qenë ambulant. Ata avash ne pa deri në fund ke biznesi I vogël pastaj. Shne biznesi I vogël ne me 3 orë punë. Mas shumë janë letra, unë tani po I shoh nuk e di se çfarë kanë shkuar atje, po janë më shumë se sa vitet e tjera. Në të 2 tregjet industriale të qytetit të Durrësit kanë qenë të punësuar afro 1200 tregtar në total. Tani ky numër është 750. Pjesa tjetër, e cila është më shumë se 1/3 e tyre, mbyllen bizneset për shkak të falimentimit. Nëse refuzohen kërkesat e tyre për uljen e taksave, tregtarët paralajmëruan të tjera protesta.